Këtu është horoskopi i Mërkur 17 dhjetor 2025 për ju. Mirë se vini në horoskopi i Fationit. Dashi. Situatë mjaft e tensionuar, ju jeni vetë duke marrë vendime, ngarkesën e punës. Ju bëni shumë për të tjerët, por duhet të përpiqeni të bëni diçka për veten tuaj, keni kujdes nga shpenzimet e panevojshme. Demi. Mos i nënvlerësoni miqësitë e reja. Do të dëshironi të aratiseni, të udhëtoni, por duhet të merrni parasysh mundësitë tuaja. Binjaket. Dashuria ka qenë më e largët për një kohë ose puna ka sjellë më shumë ndërlikime, tani duhet të gjesh qetësi. Mos e shikoni gotën si gjysmë. Duhet të shmanget tendenca për të qenë pesimist. Gaforia. Rënje e lehtë nga pikpamja fizike, por më shumë se gjithçka tjetër ka një pakënaqësi të caktuar në lidhje me punën. Në dashuri, shmangni gjithmonë të menduarit për të kaluarën, vetëm sepse keni frikë të ktheheni në lojë risi. Luani. Nëse ka një situatë të rëndësishme për t'u përballur në punë, mos u tërhiqni. Relaksim absolut. Virgjeresha. Një moment i favorshëm për të bërë takime të rëndësishme, tani është e nevojshme të gjesh stabilitet në familje dhe në dashuri. Energjia juaj dyfishohet, por duhet ta rregulloni jetën tuaj. Peshorja. E kuptoj që nuk jeni të kënaqur me punën, se mbase doni të keni më shumë, por tani për tani nuk ka kushte për të dalë, çdo fjalë juaj duhet të peshohet sidomos sot. Akrepi. Duhet të bëhet një dallim midis çështjeve profesionale, emocionale dhe të punës. Për disa çështje sot nuk do të jetë e lehtë për të gjetur më të mirën e një situate të keqe. Shigjetari. Në dashuri jeni pak të kujdesshëm dhe ndoshta shumë dyshues. Ndryshimi i rolit ose detyrës diku tjetër ose brenda të njëjtit grup. Britsjapi. Ka disa dyshime të vogla që mund të shqetësojnë edhe punën. Në dashuri ka shumë për të provuar, por në çifte afatgjata gjithashtu shumë për të sqaruar. Zgjedhje të reja për shtëpinë. Ujori. Mund të jetë më e lehtë të përfundoni projekte që tashmë i keni pasur në mendje për disa kohë, të mos izoloheni plotësisht. Dashuria zgjohet dhe për ata që janë në krizë, mund të lindë një dashuri paralele me një histori tjetër. Peshqit. Unë rekomandoj kujdes, fizikisht nën stres për shkak të lëvizjeve të vazhdueshme ose tensioneve në punë. Më mirë të mos izoloni veten ose të përpiqeni me çdo kusht të shfryni nervozizmin që ndjeni brenda. Kini kujdes për radhët, shmangni trafikun nëse lëvizni. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mire.